11 tetori, dita që ndriçon ëndrat e vajzave. 11 tetori, dita ndërkombëtare e vajzave, një kujtesë për të drejtat e grave të haruara në kampin e Mek. 11 tetori shënon ditën ndërkombëtare të vajzave, një ditë për të reflektuar mbi përparimin, por dhe padrejtësitë që ende përballen gratë dhe vajzat anë mban botës. Në këtë ditë, vëmendja jon duhet të shkojë edhe tek ato që zëri i tyre nuk dëgjohet, gratë e izoluara në kampin e organizatës Mek. Në këtë kamp, shumë gra jetojnë në kushte të izolimit ekstrem, pa të drejta bazë si liria e lëvizjes, kontakti me familjet apo qasja në informacion të pavarur. Ato i nënshtrohen një kontrolli të repti ideologjik dhe psikologjik, shpesh të privuara nga zgjedhja personale për jetën e tyre. Në një ditë që promovon fuqizimin e vajzave dhe grave, nuk mund të harrojmë ato që janë të burgosura në emër të një ideologjie. Të drejtat e grave nuk janë të plot fuqishme, për sa kohë ekzistojnë gra që jetojnë nën frikë, manipulim dhe shtypje sistematike. Le të jetë 11 tetori një thirrje për drejtësi, për liri dhe për dinjitet, për çdo grua, kudo që ajo ndodhet. Përshëndetje, quhem Liria Bazi. Si grua ndjej një dhimbje kur shoh motrat tona izoluar nga Mek, ne kemi detyrime morale. Ti mbështesim ato dhe të kërkojmë drejtësi. Askush s'duhet të jetojë pa lirim dhe pa familjen. Zëri ynë bashkë mund të bëjmë ndryshime. Faleminderit.